ke me shku ati hramun me vesh. Assalamu alaikum të nderuar dëgjues të radios Dituria Islame. Ju përshëndesim të gjithë juve që në këto momente jeni duke na ndjekur në radio dituriaislame.com dhe ju dëshirojmë mirëseardhje dhe sonte në emisionin e radhës Jeta me Kur'an. Emisioni radhës Jeta me Kur'an i bashkëdrejtuar nga profesor Dr. Hafiz Hajreddin Hoxha, të cilin e përshëndesim selamu alaikum dhe i dëshirojmë mirëseardhje dhe sonte në program. Aleikum selam rahmetullah, moderator Abne. Mirë se ju gjejmë dhe mirë se i gjejmë edhe shikues të dëgjues tanë, vëllezër dhe motra thudha që t'janë. Faleminderit. Faleminderit edhe juve që edhe sonte jeni bashkë me ne drejt për së drejti. E të nderuar dëgjues, sonte emisioni i sontëm pra do të ketë një përmbajtje mjaft interesante, një përmbajtje temash që kryesisht fokusohen tek zemra. Dhe trajtesa e parë ose përmbajtja e parë që do ta trajtojmë sonte është zemra e pastër dhe e shëndosh. Është tema e parë që do të trajtohet në këtë program, ndërsa pjesa e dytë e emisionit do të jetë dridhja dhe rëndësishmëria e zemrës, ndërsa pjesa e tretë e programit i përkushtohet të çojmë dhe të bëjmë sejdë. Është ky, do të thotë, kjo është përmbajtja e këtij emisioni për sonte, ndërsa jeta me Kur'an dhe do thotë si funksionon jeta me Kur'an, më saktësisht e kemi specifikuar në 7 fusha, të cilat janë ose 7 sisteme. Dhe është sistemi i besimit, sistemi i moralit dhe etikës, sistemi i familjes, po ashtu sistemi social, sistemi ekonomik, sistemi politik dhe sistemi i vakëfeve. Por unë duke mos dashur të zgjatem më shumë, do të nis këtë emision të sonte duke i kaluar me një herë fjalën profesor Dr. Hafiz Hajreddin Hoxha për të nisur trajtimin e këtyre temave dhe këtyre çësjeve që do t'i kemi në program. Por para se të kalojmë direkt nisjen e këtij emisioni, unë do t'ju riinformoj që të gjithë ju që dëshironi të inkuadroheni në program, do të keni mundësi ta bëni këtë inkuadrim duke na kontaktuar në +383 44 888 698 është numër i telefonit në Viber, ndërsa adresa e Skype-it është Radio Dituria Islame. Edhe gjitha këto mundësi shërbejnë pra që ju të bëni pyetjet tuaja në këtë emision të sontëm dhe të bëheni pjesëmarrës të këtij programi të drejt për drejt në radion Dituria Islame. E ne me njerë pa humbur kohë do të nisim pra këtë emision dhe në pjesën e tretë të programit do të kujdesemi që pyetjeve të juaja të japim hapësirën e nevojshme për përgjigje. Doktor, ju kaloj fjalën ju dhe mund të nisim ngadalë trajtimin e këtyre temave që sonte i kemi marrë. Sa duket kemi ndërprerje. Do të shohim edhe një herë të rivendosim komunikim me doktorin. Sonte pra të nderuar dëgjues, të gjithë ju që po na ndiqni do të mund të bëni pjesë e programit duke ardhur në komunikim të drejtë për drejtë, por paraprakisht do të jetë i ndarë emisioni pra siç që cekëm në 3 pjesë dhe këto 3 pjesë të programit do të jenë për të qenë emisioni si zakonisht në kuadër të asaj që neve që kemi konceptuar si jeta me Kur'an. Jeta me Kur'an pra është emisioni sontëm dhe
ne tentojmë që të vendosim komunikim me doktorin, mbase mund kemi disa probleme teknike, por shumë shpejt do të përpiqemi që të jemi në komunikim. Besoj që tashmë është linja tek doktori dhe po na dëgjon. Doktore, edhe njerë ju kërkojmë falje, mbase teknikisht nuk arritëm që të jetë linja, kështu që nëse po na dëgjoni, mund të nisim me njëherë pra me trajtimin e temës së parë për sot. U vanun pak. Hajde, me jemi gati? Po, mund të nisim. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahu xhalla shanuhu, Ar-Rahman, që është shumë i mëshirshëm. Rahim, dhe që mëshiron. Po. Elhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet Allahu xhalla shanuhu i takojnë gjithmonë dhe pa janë. Salavatet tona, selamet tona, bi Muhammedin alayhi salatu wassalam, për Muhammedin alayhi salatu wassalam, për shokët e tij dhe për të gjithë ata cilët e kanë ndjekin rrugën e tij. Vëllezër të ndershëm, shikues të nderuar, koda që t'jeni, mirë se vini në emisionin ton Jeta me Kur'an. Kërkojmë falje pak më na bë halal për këto probleme teknike që disa minuta na kanë kaluar. Po ndorë nuk kemi më shumë, dhe me na bë halal. Të vazhdojmë me tema tona duke i komentuar disa ajete kuranore dhe duke i treguar disa teknika dhe metoda se si punojmë me këto ajete kuranore. Prandaj, edhe si kemi thënë më herët, edhe sonte për muslimanin i cili dëshiron rrugën e drejtë dhe dëshiron kënaqësinë e Allahu xhalla shanuhu, ai e merr Kur'anin dhe unë këtu po i përmendi vetëm disa shembuj të disa ajeteve, e këto shembuj çka po i përmendi janë shembuj pak në mënyrë sistematike jemi duke shku nga rregullimi dhe korrigjimi i shpirtit, zemrës, ajetet kuranore që flasin rreth këtë shpirtit, çka janë cilësitë dhe tiparet e shpirtit të sinqert, shpirtit të mirë, zemrës së pastërt, zemrës së sinqert. Kjo zemër a ka rast ndonjëherë kur duhet mu dridh dhe mu rrënqet nga friga Allahu xhalla shanuhu kur i ndëgjon ajetet kuranore. Dhe pasi që kjo zemër fillon më uzbut dhe me qajt, atëherë çka kërkohet nga një musliman, nga një besimtar? Çka po na flet Kur'ani? A duhet na me vazhdu që duke qajt, apo duhet me shpejtua në sejdë dhe me kërku ndihmë dhe falje dhe lutje te Allahu xhalla shanuhu? Prandaj këto janë ato 3 pikat kryesore që do të flasim sonte, edhe shpresoj që këto 3 pika vinë si përgjigje për pyetjen e vllaut ton javën që shkoi rreth punës së shpirtit, rreth qarjes, do të bisedojmë rreth këtyre çështjeve. Zemra e pastër, unë si musliman e qela ajetin kuranor dhe mra në dorë ky ajet. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم. Ajeti nga surët e Shuara 88-89. Ky ajet mra në dorë pasi e qela mushafin, Kur'anin, që në përkthim po do të thot në ditën kur nuk do të bëj dobi as pasuria, as
fëmija, djemt. Fjala bëhet për ditën e kiametit, ditën e gjykimit. Do të vinë njerëzit në atë ditë ku pasuria s'do të ketë vlerë, po as edhe familja, as edhe fëmijët, as djemt, por do të ketë vlerë në atë ditë vetëm ai person që vije me zemër të pastër te Perëndia. Domethënë, ajo ditë që do të vije, që është e sakt, do të thotë edhe është në dijen e Allahu xhalla shanuhu, aja do të vjen. Yawmun la rayba fi, s'ka dyshim ta. Por kur do të vijë ajo ditë, vetëm Allahu e din. Inna Allaha indahu ilmu as-sa'a. Vetëm ai subhana e din momentin se ku do të vjen ai moment i shkatrimit katastrofal të kësaj bote dhe vdekjes së gjithë krijesave. E teknikave tona që e përmendëm, e lexoj edhe një herë këtë ajet koranor. Në ditën kur nuk do të bëj dobi as pasuria, as djemt, por do të bëj dobi, apo do të kenë dobi vetëm ai që vije me zemër të pastër. Na kemi thonë, edhe dietarë na kanë mësua, që disa herë me lexu, në ditën kur nuk do të bëj dobi as pasuria, as djemt. Por do të bëj, do të bën dobi, apo do të ketë dobi, ata cilët vinë me zemër të pastër. Disa herë lexoj këtë ajet. Dhe tani unë si besimtar me Kur'an në dorë, filloj me i shtruo disa pyetje vetes. Unë çfarë zemër kam? A kam zemrën e pastër? Çka nën kupton pastërtia në këtë kontekst, në këtë ajet kuranor? Ai përmbush në gjitha këto kushtet, apo jo? E pastaj fillon me meditua, përsëri me lexua, edhe me gjykua veten. Në fillim të slajdave, ashtu si e kemi komentuar, tashti unë tani e kam parasysh edhe një harë tjetër se si funksionon jeta me Kur'an. Ne po mundohemi me dhënë disa metoda, disa teknika, dhe me tregu hartën se a është e mundur jeta me Kur'an, përgjigjja është po. Po si funksionon jeta me Kur'an, e keni pa edhe në hartët, i keni sistemet islame që i kemi përmend. Së pari baza fillon me sistemin e besimit. Sistemi i besimit në Allahun xhalla shanuhu, çështja zemrës, pastërtia zemrës. Po çështja e njësisë Allahu xhalla shanuhu, tauhidit, pastërtia e zemrës, apo pastrimi i zemrës nga shirku, nga triniteti. Do thotë këtu është një starti kryesor për çdo besimtar. Ai që ka don me punu me Kur'an dhe me apo hajrin Kur'anit, duhet të startoj nga zemra. Po, normal kur përmendet zemra, këtu përmendet edhe koka, logjika, se këta kanë lidhshmëri me njëri tjetrin dhe nuk bën midajt. Shifni, nuk bën midajt. Kur'ani e përmend në shumë ajete, po lehum qulubun la yafqahuna biha, kemi përmend edhe javën që shkoi, kanë zemra po nuk kuptojnë. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, kanë sy por nuk shohin. Wa lahum adhanun la yasma'una biha, kanë vesh por nuk dëgjojnë. E këtu do të thotë, o qëllimi, kanë zemra por nuk kuptojnë, o qëllimi edhe koka, edhe logjika e shëndosh. Ta do të thotë përpunojnë me njëri tjetrin, integrohen, mishrohen, dhe pastaj del një rezultat. E nuk bën me dajt kokën prej zemrës. Dietarët e tefsirit apo dietarët e fesë islame e kanë ndajt çështjen e zemrës me çështjen e kokës apo me logjikës, mendjes. Ka thënë zemra ka të bëjë me çështjet që ka fiha, çështje që kanë aspekte emocionale, që kanë bëjnë me frikën e Allahu xhalla shanuhu, me dashurinë e Allahu xhalla shanuhu, me dhimbjen, me mbështetjen e Allahu xhalla shanuhu, me frikën nga Allahu xhalla shanuhu. Zemra është qendër e këtyre vetive. Ndërsa koka është qendra e vendim marrjeve.
analizave. Koka nuk ka lidhje me aspektin emocional. Zemra është ajo e cila ndikon, do thot në kokë a më marr mendime apo jo. Nga zemra mburojnë gjitha ato burimet, qofshin pozitive apo negative. Edhe mu për këtë pejgamberi alayhis salam ka thonë që në ela inna fil jasadi mudgha, në zemër të njeri, në shpirt, në trup të njeriut është një copë e mishit. Idha salat salaha al jasadu kullu, nëse ajo rregullohet, tër trupi rregullohet. Po idha fasadat fasada al jasad, kur ajo prishet zemra, trupi tërësisht. Ela wa hiya al qalb, ajo është zemra. E prandaj këto është sistemi islamit, si funksionon jeta jonë me Kur'an. Starti duhet nga zemra, nga botkuptimet, nga mendimet, nga perceptimet, që na të përgatitemi shpirtërisht dhe psiqikisht për ato urdhra pastaj çka do të vinë. Ky është ai vizioni kuranor. Se njeriu pa u bind nuk përulet. Njeriu pa u ndryshu perceptimet e tija personale nuk bindet lehtë. Prandaj duhet të më komuniku koka me zemrën së bashku e me dalë me një rezultat të mirë. E unë tani si musliman po mundona me kuptua do me thënin e zemrës e pastë mëra në dorë ky ajeti Kuranit. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Në atë ditë të gjithë ata cilët do të ringjallen para Allahu xhaleshanuhu, qofshin të varfurit apo të pasurit, të fortit apo të likshtit, të dietarët apo jo dietarët, të gjithë do të dalin para Allahu xhaleshanuhu. Pa dhe ata që kanë pas fëmijë, familje, fis, pa dhe ata që nuk kanë pas. A kanë me pas dobi gjitha këto çështje që e përmendën, familja, fisi, pasuria, pozita e tjera? Ajeti Kuranit po na thot, yawma la yanfa, në këtë ditë nuk ka dobi asgjë. Vetëm ai cili vjen te Zoti i tij në zemër të pastër. E kjo është ajeti kuranor çka na duhet me pas parasysh se si me punu dhe mund dal të rregullimi i zemrës së pastër. Çka kanë thënë dietarët e tefsirit, komentatorët e Kuranit rreth zemrës së pastër? Në pika të shkurta, po disa e kanë komentuar që zemra e pastër është qëllimi, do thotë, po pastër nga shirku. Zemra muslimane që beson në një Allah është zemra e pastër, ndërsa zemra e politeistit është zemër, do thotë, jo e pastër. Ky një kuptim. Do thotë pastrimi i zemrës nga shirku, nga politeizmi, në besimin në shumë zotna. Zemra muslimanit, el qalbu selim, është besimi në një Allah. Ndërsa zemra e pastërt prej gjunave, një kuptim i dietarëve, domethënë një grup i dietarëve kanë thënë, nuk ka njeri pa gjuna. Nuk ka hoxhe, haxhi, profesor e doktor e musliman a muslimane që nuk kanë gjunahe dhe mëkate të vogla. Prandaj qëllimi i zemrës së pastërt është, sipas një grupi dietarëve, jo gjunahet e vogla, zemra e pastër prej gjunaheve, po zemra e pastër prej çka? Prej atyne krimeve të mëdha, prej gjunaheve të mëdha, çka për shembull si shirku, triniteti, besimi në do thot në shumë zotna, apo si e kanë krishterët i biri, i ati, i shpirti i shenjt, po kjo nuk është zemra e pastër. Kjo shumica e mendime, do thot shumica e mufesirëve të Kuranit, komentatorëve të Kuranit, këtë mendime përkrahin. Do thot zemra e pastër është çka ai i cili nuk është mushrik, që nuk është, do thot, në politeizëm. Në mendim tjetër i dietarëve të hershëm, zemra e pastër është, po thot, ajo zemra e shëndosh.
se zemra muslimanit e besimtarit është e shëndosh, ndërsa zemra e jo besimtarit, të kufarëve, jo besimtarëve, apo të munafikëve, është zemër e sëmur. Se Allahu xhaleshanu në shumë ajete në Kur'an ka thënë fi qulubihim marad. Ata kanë zemra, kanë sëmundje në zemrat e tyre. Kjo kuptimi numër 2. Me thonë, që në kupton në ditë zemrë e pastër me shku të Allahu xhaleshanu me vdek me zemër të pastër, me vdek me zemër të shëndosh, jo zemër të sëmur, si e kanë jo besimtarët edhe munafikt apo hipokritet. Kuptimi tret, një grupi tret i dietarëve thot, qëllimi është me qenë zemra e pastër nga morali i keq, nga mendimet dhe veset e këqija. Po, ky është qëllimi i zemrës së pastër. Dhe njeri i cili ka mendime jo të mira, jo të pastërta, kjo zemër nuk është e pastër. Po, mendimi i katërt i mufesirëve apo i dietarëve që kanë komentuar te zemra e pastër, është zemra e pastër prej bidateve. Mos me pas në zemër asnjë bidat. Asnjë, çka do të thonë bidat? Do të thonë diçka çpikur në fe, diçka që s'është prej fesë. Çka gjona çka s'janë prej fesë, do të thonë, kjo është temë shumë e madhe, por shumë shkurt mira kësaj meseles, duhet ti vetëm tënde, së bashku me mua, gjithmonë ti referohemi na, po peshojës e Kur'anit dhe peshojës e Sunetit, pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po, qendra e referimit për zemrat tona. Do thot, çka ka përmend Kur'ani, çka ta mundohem edhe on me i përjetu dhe me punu. Çka s'ka përmend Kur'ani, ri larg atyre gjanave. Çka ka bo Muhamedi alayhi salatu wassalam, edhe on bëj ashtu, me vëmendje dhe me mençuri, dhe ato gjana që si ka bo pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe on si bëj. Pse janë gjana bidatet, shtuna, do thot, nuk kanë esencë në fe, po i bim kapak tani, po vim në përfundim, si rezume, zemra pastërt, nëse i nënkupton gjithë këto kuptimet, në rregull, nuk ka problem. Te Allahu xhaleshanuhu, as malli, as evladi, as pozita, as karriera, as kompania, as nështetësia, as raca, as asgjë tjetër do thot nuk ka dobi. Illa men ata Allah bi qalbin selim, vetëm ata të cilët besimtarët vinë te Zoti i tyre, vdesin me zemër të pastër. E çka është zemra pastër? Zemra pastër është zemra e muslimanit, që beson në një Allah dhe nuk i bën shirk. Zemra pastër është zemra e një muslimani, të sinqert, që nuk është hipokrit dhe nuk bën fjalë dhe nuk thon dhe nuk gënjen dhe nuk mashtron dhe nuk shpif dhe nuk bën gjëra të dyta që nuk i ka hijen e muslimanit. Zemra e pastërt është zemra e një muslimanit i cili apo e cila, zemra e cila po i përkushtohet fejes së Allahu xhaleshanuhu, çka ka përmend Allahu në Kur'an, dhe çka ka ardhur pejgamberi alayhi salatu wassalam me çfarë këshilla, kështu mundohem me kuptu zemrën e pastër. Kur unë i kam gjitha këto tiparet, kur unë kështu e kam zemrën, atëherë unë duhet më gëzu, shumë duhet më gëzu, dhe duhet me falenderu Allahun xhaleshanuhu që mua më ka pastruar zemrën nga këto vetit që ai nuk është dakord, po prandaj duhet me falenderu Allahun ditë e natë. Zemra pastër nuk është ajo zemër e cila kemi një për mexhlise, shumë ndoshta edhe ju keni një, hajde falu për xhami, vallahi xhami, që Allah s'po moj, po shqyqër Zotit dhe kam zemrën e pastër, si a du kërkujna të keqen, s'men i keq, e ju shkoni në xhami. Kemi asilojë dhe pi grave, pi burrave që flasin. Kjo nuk është e pranuar.
që ajo zemra e pastërt, nëse është e pastërt ashtu, sipas mendimeve të dietarëve dhe analistëve fetar dhe komentatorëve të Kuranit, duhet me e bartë këtë trup, këtë njeri dhe me qunë atje në xhami. Dhe mi u lutë Allahu xhaleshanuhu dhe me u falë edhe ai sikur se falen të tjerët. E zemra pastër vetëm me fjalë nuk është ajo zemra e pastër që ka me të pështuar ty ditën e Kiametit, as mua. Zemra e pastër me premtime e me llafe boshe e me premtime të kota nuk është ajo zemër e pastër që ka me të shpëtuar ty edhe mua ditën e Kiametit, ditën e gjykimit. Prandaj ky ajet koranor se si unë tash ta futi në jetë kam punën e me zemrën time. Nuk jetoj me vezvese. Nuk jetoj qysh me vezvese. Dera tema vezvese o temë e madhe shumë. Por nuk po du me një asajde, po gjithmonë kuptoa dhe merr rregullore sa herë që të vinë mendimet prapta, mendime që si normale, mendime që nuk jenë pëlqyera hiç, është turp me i tregua, është marrë me i tregua, gjitha e këta janë vezvese për shejtanit. Edhe sa herë që të ka plën këta vezveset, edhe normal është, çdo kush prej neve vin këto mendimet, jo të falë, sidomos gjatë falës, që atër shejtani knaqet e ka për qefi, si t'insh Allahu akbar namaz, që atër fillon shejtani të telefoni, menën, të kjeri, të puna, të gruja, të thmija, fillon të me dhe orientua për namazit. Sa herë që të vinë vezveset, thuj, a'udhu billahi minash shejtanir rajim, o Zot, ruam mua nga vezveset e shejtanit. Wa imma yanzaghannaka minash shejtani nazghun fasta'idh billahi minash shejtanir rajim. Sa herë që diçka të prek për shejtanit dhe një vezvese, ktheu te Allahu xhelle shanu. Vezvese, a mora abdes, a nuk mora abdes. Po ti tash mora abdes. A pet hindi kush merr abdes. Jo vezvese, sa isha në banjo, a u pastrua mirë, a su pastrua mirë. Po shka bone, a u pastrua mirë. S'ka nevoj për sërimi hinja, pet. Po. Për që të arsye duhet me lezo dhe lutjet edhe para banjës me thonë Zot, ruhun për shejtanit dhe mendimeve shejtanit dhe më u fut me kom të majt në banjë dhe kur del, pastaj me thonë shqyr Allahu xhelle shanuhu që mi largojnë nga unë gjithat këqijat. Po. Vezvese namaz, Allahu akbar, sa ja nisish, selam aleikum, jep selam. Po, a mora tekbir, as mora tekbir. Qysha mora tekbir? Mora tekbir. Ha? A i fale 3 recate, 4 recate. Për që të arsye duhet me pregatit shpirtin, a vlezër të ndershëm, motrat të ndershme, mirë, me u vendos mirë dhe me u lidh me Allahun xhelle shanuhu, dhe sa që të ka plën vezveset, mu larguat, se kjo ndikon në pastrimin e zemrës. Bidate. Çka janë këto bidatet? Po më shku në përtyrbe. Çka më shku në përtyrbe? Vallahi, që 2-3 vjet e kom martu djalin, Allah Zoti s'pi fal fëmijë. Që 10 vjet jetë martuar për që Allah nuk kanë fëmijë. E po shkojnë tyrbe, qysh kanë shku përpara ndoshta edhe nona tona, ndoshta kanë shku edhe të afërmit ta nuk kanë ditë, po e kanë prej një knus, e kanë prej një kinç, e diçka, po edhe pastaj në kthye, po e mu ka plotësuar mirati. Këta janë bidate. Këta janë besimet kota. Nuk ka për mi përvore në fenë islam, nuk ka për vdekun. Lutemi për mirë. Ata kanë dalë me një botë tjetër, kanë dalë ata më. Ata më me neve nuk kanë lidhje me na një mu, me na asi diçka. Po, e këta janë bidate që kemi në sot, po, e mirërisht Allah aty këtu kemi. Mule vezvese, pak me të dhim barki, që çdo kujt i dhem, pak me dhim. Me sa duket dëgjues dashur, prap kemi një ndërprerje me Hoxhën, doktorin, të tri vendosim edhe njerë komunikim, shpresoj që të jetë linja e pastër, kemi pak probleme me rrjetin. Tardul, bismillahirrahmanirrahim. Që ti, që tyre pokrave, edhe me bismillah i përdor ata,
inshallah që tu plotësohet shifaja dhe shërimi. Është shumë lehtë me manipulu dhe me dalë t'i fesë, po na po mundohem me pak qysh me rujt zemrën e pastër. Illa men ata Allah bi qalbin selim. Sinqeriteti ka punë me zemrën, dashuria Allahut ka punë me zemrën, friga Allahut ka punë me zemrën, dashuria pejgamberit alayhis salam ka punë me zemrën. Gjitha këto tipara, për gjitha këto veti, këto elemente, çka bëjnë? Ta pastrojnë zemrën. Kështu ka qenë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Po. E tani në pjesën e dytë të emisionit do ta shohim pak, pasi që kuptojmë çka nënkupton zemra e pastër, tani i kemi zgjedhur edhe disa ajete në këtë temë, çka kërkohet nga ne për me rujt pastërtinë e zemrës. Ju falenderoj për mirëdëgjimin në këtë pjesë parë. Tani një pauzë e shkurtër me një lajm të shkurtë dhe shihemi në pjesën e dytë të emisionit ton Jeta me Kur'an. Faleminderit. Faleminderit shumë doktor. Pra, dëgjuesdashur, do ta bëjmë një shkëputje fare të shkurtër me ilahi për të rikthyer në pjesën e dytë të programit. Vazhdojmë me